Jo po, e tha, jo se tha. Po kur e tha si ja tha, e tjerë, jo e lagu, jo se lagu. Shiko, dëgjojeni pak më vëmendje këtë deklaratën e Eglit gjatë një debati me Gertën dhe më thoni ju mu pastaj ka të drejtë vajza apo s'ka të drejtë? Gënjen apo thot vërtetën, ha? Dëgjojeni pak dhe diskutojmë. Në Big Brother është Gjesti. Unë kam qenë shumë larg kur ishte fare Gjesti këtu. Po dinit ju të preferuarit e publikut. Et tani, Dhe mos ma këtë tema që nuk më ka për Gjesti mua. Për kundër asje, kur ka ardhur Gjesti madje, po, për 2 javë se ke qenë ti. Për 2 javë. Dëgjoj mirë domethënë, nuk na bën veshët. Dakord, okay. Pra, që ta përmbledhim. Egli pretendon që ka qenë gjithmonë e fortë, që në fillim. Nuk më rezulton. Egli pretendon që është më e fortë pa Gjestin dhe ka qenë më e fortë kur s'ishte Gjesti. 2 ndorë. E treta, Egli pretendon që edhe pse ka qenë e fortë, të preferuarit e publikut dilnin ca të tjerë. Qa po përpiqet të bëj Egli? Kë po godet Gertën, Gjestin apo produksionin? Unë s'po e komentoj më mirë. Komentojeni vetë.